Zemzemit. Uji i Zemzemit mban një vend të veçantë në zemrat e myslimanëve. Ai shikohet si ujë i shenjtë, një dhuratë e vlefshme nga toka e shenjtë që u sjellin haxhinjt të afërme dhe miqve të tyre. I dërguari alayhis salam ka thënë: "Me siguri, uji i Zemzemit është ushqim tepër i këndshëm dhe ilaç për sëmundje." Ai gjithashtu ka thënë: "Uji i Zemzemit është për çfarëdo që synohet me pirjen e tij." I dërguari alayhis salam i donte pijet e ëmbla dhe të ftohta. Ai pinte mjalt në shtëpinë e bashkëshortes së tij Zejnebes. Ai gjithashtu pinte ujin në të cilin ishin lagur hurmat ose rrushithat. Duhet të përmendim këtu se i dërguari alayhis salam nuk pinte kurrë pije shumë të nxehta. Ai i linte derisa të ftoheshin. Ai kur nuk i frynte ushqimit ose pijes së tij dhe kur nuk frynte në një enë apo në një gotë. Kurani. Kurani është një libër i ndërtuar në mënyrë unike. Dalloni mënyrën si fjalët gjenerojnë ritmin e tyre. Një ritëm i mrekullueshëm që del jo vetëm nga shkronjat, fjalët dhe ajetet, por gjithashtu nga kuptimet. Një ritëm prekës që shpihen në paqe të plotë, në respekt dhe në nështrim ndaj Allahut, në momentin që fillojmë të dëgjojmë dhe të shkoqisim kuptimet e tij. Allahu i krahason besimtarët, të cilët ndjejnë forcën e Kuranit dhe mendojnë për ajetet e tij me përulje të plotë, me tokën që fillon të prodhojë jetë gjelbër pasi ka qenë thatë dhe jo pjellore. Ky është një bekim i pastër nga Allahu. Nëse gjurmon më tej në kuptimet, do të gjesh thesaret e informacionit dhe diturisë përtej të gjithë parashikimeve. Kurani është fjala e Allahut, mesazhi i fundit nga ai për gjithë njerëzimin. Kurani kombinon udhëzimin, mëshirën dhe shërimin për të ndriçuar rrugën, jetën dhe shpirtin tonë. Ki parasysh se shërimi i Kuranit është gjithmonë i lidhur me besimtarët. Ju mund të përfitoni nga kjo energji e jashtëzakonshme shpirtërore vetëm nëse je besimtar i vërtet. Nëse shpirtin e ke të mbushur me besim dhe zemra jote është e mbushur me respekt dhe përulje, sigurisht që do të arrish të gjitha përfitimet që janë për ty. Allahu thot në Kuran: "Ne të shpallim Kuranin që është shërim dhe mëshirë për besimtarët, kurse jo besimtarëve nuk kushton tjetër përpos dëshpërim." Kështu filloi udhëtimin tënd për një jetë më të mirë, për një trup të shëndetshëm dhe një shpirt të ndriçuar. Kurani është hapi i parë dhe më i rëndësishëm. Leximi i Kuranit është vërtetuar se gjeneron një ndjenjë të plotë të çlirimit dhe mirëqenies që është evidente në kënaqësinë dhe shërimin e përjetuar nga ata që e praktikojnë atë.